Bylisi mori një fitore të çmuar në transfertën përballë Vllaznisë. Nga Lurburriçi ata dolën me 3 pikë dhe fitoren e pastër 2-0 fal golave të shënuar nga Walison dhe Stojlov. Vllaznia zhbllokoi ndeshjen me bale në pjesën e parë, por goli i kapitenit të shkodranëve anullohet pas verifikimit në VAR. Pjesa e parë mbyllet në barasim 0-0. Miqt gjejnë rrugën e rrjetës në pjesën e dytë me Walison, ndërsa në kohën shtesë Bylisi fiton një penallti që kthehet në gol nga Stojlov. Me këtë rezultat, Bylis ngjitet në kuotën e 38 pikëve në renditje, ndërsa Vllaznia pëson një tjetër humbje në kampionat, por vazhdon të qëndrojë në vendin e dytë me 60 pikë, pasi edhe rivalet në krye të klasifikimit patën një hap fals. Po falshme për ne. Kjo tregon edhe herë që ekipi, çdo ekip sa do cilësi të ketë, nëse s'ka motivimin e duhur përpara ndeshjes, nuk arrin me shprehje të fushë. Fillu mirë, po atë me rastet tona, dikun për cilësi, dikun për egoizëm të prum, nuk arritëm shënunin. Ma ne fillum të bëjë nervoz, doshim me kërku golin mënyra që s'janë mënyra tona. Por duhet të thonë që është nga ndeshjet më të këqija që kena bo. Të pakten me ndresh duhet ishim më të qartë, sepse keshte ndeshjet që kapshin vetën e parë prapë. Ishim atë ku kishim kënë gati pothuajse tonë kampionatin e pafalshme. Ana psikologjike është më e rëndësishme në këtë momente, po gjithsesi janë edhe dy ndeshje deri në fund kampionatit, do t'i bëjmë mundona bë maksimumin edhe të shohim në final formë. Unë personalisht i kërkoj njes, edhe s'kam gjatë më thonë veç këto ndeshje të mërkurën duhet të punojnë në anën psikologjike sepse është me thonë drejtën është e rëndom në këto momente, por të shohim tjetrin por. S'ka asnjë të lehtë, nuk ka asnjë ndeshje që është e lehtë. Aq më tepër kur ti je 100% i gatshëm për të përballuar një ndeshje ose në vlerëson një ndeshje që ne vlerësojmë ne sot. Bollën atëherë çdo ndeshje është e vështirë, aq më tepër që si Tirana si Vlora janë pothuajse të njëjtat pozita. Bëhet e vështirë, po gjithsesi do bëjmë maksimum. Problemi ishte që sot ndeshja ishte për të dy skuadrat jeta vdekje. Nuk mund të themi që ishte thjesht, pavarësisht se ju e patë si shkoi loja. Pjesën e parë ne vujtëm në mënyrën si do të kur fitonim topin, në mënyrën si do të nxirrnim topin përpara. Sidomos nga mbështetja e dy sulmuesve, e cila nuk u bë ashtu siç duhet. Fjalë të mira mund të them për skuadrën mas rezultati, se ndryshe do të kisha folë nëse do kishim rezultat tjetër. Kështu që llafet e shumta në këto momente janë furtarallëk. Shkoj marr vesh rezultatet e tjera dhe jemi prapë në të njëjtat pozita. Parherë kur vi Shkodër vi me kënaqësinë më të madhe, qoftë dhe si kundërshtar. Këtë gjë kam shprehë edhe herë tjetër kur më keni marrë në për intervista këtu mas ndeshjeve, që kam qenë si kundërshtar i Vllaznisë, është qyteti që më ka dhënë, pavarësisht se s'kam fituar shumë, po më ka dhënë kënaqësinë më të madhe për të punuar. Unë i uroj Vllaznisë që dali kampion dhe të plotësoj ëndrrët që kanë shumë tifozë këtu, qoftë edhe njerëzit që drejtojnë klubin.